Në zemër të Pragës, rreth ambasadës së Rusisë, çdo shenjë rrugore është kthyer në një formë ironie diplomatike, që prej vitit 2020, autoritetet çeke kanë nisur të ndryshojnë emrat rrugëve dhe shesheve pranë ambasadës, në nder të figurave opozitare dhe viktimave të regjimit rus, një gjest simbolik që ka acaruar marrëdhëniet mes Pragës dhe Moskës. Gjithçka nisi me ndryshimin e emrit të sheshit Nën Gështenja, që u bë sheshi Boris Nemcov në përvjetorin e vrasjes së opozitarit rus më 27 shkurt 2020. Në Moskë, ambasada e Çekisë është bërë shenjestër vandalizmash dhe protestash, ndaj të cilave policia ruse është treguar indiferente. Por tensionet u rritën më tej më 30 shtator 2025, kur ambasada çeke u sulmua me mbishkrime fyese në gjuhën çeke dhe fotografi vulgare. Si kundërpërgjigje, ministri i jashtëm çek e quajti sulmin të papranueshëm dhe shpalli ndalimin e hyrjes për të gjithë diplomatët rus të pa akredituar në territorin çek, duke përmendur operacione sabotazhi si arsye. Nga ana tjetër, zëvendësja e Ministrisë së Jashtme ruse deklaroi se Moska ende nuk ka marrë njoftim zyrtar nga Praga, duke e cilësuar masën si veprim armiqësor. Ky konflikt diplomatik, që nisi me një lojë emrash në rrugët e Pragës, sot është kthyer në një përplasje të hapur mes një shteti të vogël evropian dhe një fuqie që e sheh ironinë si provokim politik.